Nëse shtireni si kur jeni dikush tjetër, Perëndia kur do t'ju ndihmoj të jeni dikush tjetër. Më mirë të jeni vetja juaj, sepse të gjithë të tjerët janë të zënë tashmë. Tani, Pali fillon tek Galatasve 1:1 dhe e bën shumë të qartë se ai nuk e thiri veten e tij për të bërë atë që bënte. Se ai nuk ishte apostull nga vullneti njeriut. Asnjë njeri s'mund ta vinte në atë pozicion, ai se vuri veten aty, por ishte thirrur nga Perëndia për të bërë atë që po bënte. Dhe po ju them, kur e dini se ajo që po bëni është vullneti i Zotit, do të keni shumë kurajo dhe forcë dhe mund të këmbëngulni tek ajo gjë dhe ta mbaroni punën për të cilën Zoti ju ka thirrur. Por, nëse po e bëni diçka nga që njerëzit dëshirojnë ta bëni dhe as vetë jeni të sigurt se duhet ta bëni, atëherë kur do ta bëni mirë. Ju lutem siguroni që të jeni në gjendje të thoni se besoni me gjithë zemrën tuaj që ajo që po bëni është në vullnetin e Perëndisë. Sa nga ju mendojnë se është ide e mirë? Unë e di se jam thirrur të bëj këtë që po bëj. Unë e di. Ndihem shumë rehat këtu lart sot. Nuk kam as një shqetësim për këtë, nuk kam as pak frikë, nuk shqetësohem se çfarë mendoni ju, sepse e di se Perëndia më ka thirrur të bëj këtë. Prandaj nëse Perëndia më ka thirrur ta bëj, është ai që do ta bëj të ketë sukses. Madje nuk është as pak në dorën time të shkoj mirë, është në dorën e Perëndisë. Ajo që unë duhet të bëj është i dorëzohem Perëndisë dhe të bëj atë që ai do të bëj. Në rregull, Satani është një legalist. Ai vazhdimisht përpiqet të na vërë nën ligj. Ne flasim për ligjin në Testamentin e Vjetër dhe sot ne jetojmë nën sistemin e hirit dhe kështu ne themi vazhdimisht se nuk jemi më nën ligj, por jemi nën hir. Por kjo nuk do të thotë as pak se tani mund të shpërfillim ligjet morale të Testamentit të Vjetër. Kjo do të thotë se jemi të çliruar nga ligjet ceremoniale, por faktikisht Perëndia tani na ka dhënë hirin për të zbatuar ligjet morale. Ne nuk përpiqemi më të bëjmë diçka që është shkruar në një copë letër. Tani është shkruar në zemrën tonë. Dhe ne kemi një dëshirë brenda nesh për të bërë gjën e drejtë. Sa nga ju e kuptojnë se kur pranojmë Krishtin, ne marrim edhe dëshira të reja. Dhe gjërat që bënim më pare që ishin të gabuara, të cilat nuk na shqetësonin as pak, tani nuk mund t'i bëjmë pa u shqetësuar fare për to. Amen. Sa nga ju e kuptonin se sa rëmuj ishin derisa u shpëtuan? Është e vërtet, ne mendojmë s'ka asgjë që shkon me mua. Po bëj atë që të tjerët po bëjnë, pastaj papritur pranojmë Krishtin dhe sa herë që kthejmë kokën pas, po them s'mund ta besojmë që kemi parë ata filma apo që i kemi bërë disa gjëra të caktuara. Unë vetë isha e ndërgjegjshme që ishin gabim. Nëse, po kur Perëndia vjen në jetën tonë, ai nuk vjen thjesht që të na bëjë të ndihemi rehat, ai vjen gjithashtu për të na qortuar për mëkatin kur ne bëjmë gjëra të gabuara dhe hiri në të cilin ne jetojmë na jep kurajon për të bërë gjën e drejtë në vend që të vazhdojmë të bëjmë gjën e gabuar. Një nga zonat për të cilën flet Pali dhe që se përmenda herën e kaluar gjendet tek Galatasve 1:6-9. Ai thot, çuditem që ndëruat mendje dhe kaluat kaq shpejt nga ai që u thiri me anë të hirit të Krishtit në një ungjill tjetër. Po flitet për judenjt dhe për paganët. Pjetri ishte thirrur për judenjt, Pali ishte thirrur për paganët, edhe pse ai ishte një jude, ishte thirrur që të mësonte paganëve. Paganët kishin qenë adhurues idhujsh, kishin gdhendur idhuj prej druri apo guri dhe përuleshin para tyre duke i adhuruar ata idhuj. S'dinin as gjëret Perëndis, nuk donin t'i shërbenin atij, nuk donin t'i adinin për të dhe judenjt legalist ndiheshin sikur ishin më të mirë se paganët, kështu kishte një kufi të theksuar ndarje midis judenjve dhe paganëve. Judenjt i urrenin paganët. Mirë, kur Perëndia me anë të hirit dhe të mëshirës së tij vendosi të përfshinte paganët, dhe gjithçka që ata duhej të bënin ishte të besonin, judenjt u zemëruan shumë dhe kështu judenjt vazhduan të përpiqeshin të vinin nën ligj, ata përpiqeshin të gjenin mënyra të ndryshme për të marrë lirinë. Çdo që biri e bën të lirë është i lirë me të vërtet, por Satani është legalist dhe ai punon gjithmonë
për të na marrë lirin të gjithëve ne. Ai është akuzuesi i vëllezërve dhe do të gjejë diçka për të cilën të na akuzojë çdo ditë. Ne duhet ta kuptojmë kur djalli po na gënjen dhe duhet të rezistojmë atij të themi ti je gënjeshtar, kjo është ajo që fjala thotë dhe unë nuk të besoj ty. Amen. Kështu Pali tha, ky ungjilli i hirit që po ju predikoj është i vetmi që është i vërtet të shpëtuar prej hirit duke jetuar me besim. Dhe në vargun 8 ai thot, por edhe sikur unë të kthehem e t'ju predikoj një ungjill të ndryshëm, mos më dëgjoni mua, sepse vetëm ky është ungjilli i vërtet. Dhe nëse një angjëll i qiellit ju predikon një ungjill të ndryshëm nga ky, mos e besoni, sepse vetëm ky është ungjilli i vërtet. A mund t'ju them diçka? Ju duhet ta ndani mendjen për atë që besoni. Sigurohuni që ta mbështesni atë që besoni me fjalën e Perëndisë. Dhe sa herë që doktrina të ndryshme të vinë të qarkullojnë në kish her pas here, ju duhet të jeni të themeluar fort në fjalën e Perëndisë, që të mos mashtroheni nga ato gjëra, sepse në 42 vite që e bëj këtë, unë kam parë të qarkullojnë gjëra të ndryshme, lëvizje të ndryshme dhe disa prej tyre kanë gjëra të mira. Ne nuk duhet të jemi mendje ngushtë, por duhet të kemi vetëm një mendje. Kuptoni se çfarë besoni dhe qëndroni fort për atë që besoni, sepse mund t'ju them se mashtrimi në ditët e fundit do t'jetë i madh. Bibla thot, po të mos i shkurtonte ditët për hatër të zgjedhurve të tij, askush nuk do t'i rezistonte mashtrimit që po vjen mbi tokë. Më kuptuat? E dini, çdo kult ka rreth 90% të vërtet dhe thjesht vetëm pa gabim. Jap se disa njerëz duket sikur besojnë pak a shumë të njëjtën gjë që besojmë ne, përveç se mirë, ata besojnë se Jezusi ishte një profet, por jo vërtet biri i Perëndisë. Në rregull, mirë. Kjo është gabim. Edhe kjo e numrave 11 është gabim. Ju nuk mund të thoni thjesht, e po, është pothuajse e vërtet. Gati e vërtet. Ne duhet të dim që është e vërtet dhe të ndjekim të vërtetën, e të mos përthithemi nga gjërat që s'janë të vërteta. Kështu Pali ishte duke u acaruar shumë me Galatasit, sepse po u mësonte të vërtetën. Ata kishin pranuar Krishtin, jeta e tyre po ndryshonte. Tani, judejt legalist ndërhyn dhe donin që Galatasit të besonin atë që ata besonin, sa nga ju e din se djalli ndërhyn dhe ai ndërhyn kudo. Dhe Bibla na thot, ata ndërhyn dhe u futën mes tyre dhe po u thoshnin, e po Jezusi është në rregull, edhe ne e kemi pranuar Jezusin, gjë që shumë prej tyre kishin bërë, por ata ende besonin se edhe pse kishin pranuar Jezusin, ata duhet të rrethpriteshin apo se duhet të ndiqnin ato formula apo rituale të caktuar. Këta legalist kishin ndërhyr vjedhurazi dhe Galatasit po besonin gjëra jo të vërteta. Galatasve 5:1 thot, qëndroni pra të patundur në lirin me të cilën Krishti na liroi dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë nga e cila dolët një herë. A mund t'ju them diçka? Të qenit një krishter fitimtar dhe i fuqishëm është punë me kohë të plotë. Nuk është punë vetëm për të dielën, është një punë me kohë të plotë. Dhe nëse mendoni se një udhëtim në kish për 45 minuta apo një orë të dielën në mëngjes do ta mbajë djallin larg jush, do të keni edhe më shumë probleme. Amen. Kështu ai tha, çuditem që kaluat përsëri në qetësinë e mëparshme. Ka edhe diçka shumë të rëndësishme në vargun 10. Ku ai thot, nëse do të kërkoja t'u pëlqeja njerëzve, nuk do të isha shërbëtori i Jezus Krishtit. Ju nuk mund t'i kënaqni njerëzit dhe në të njëjtën kohë të kënaqni edhe Perëndin. Nëse doni të shërbeni Krishtit me kohë të plotë, unë mund t'ju bëj këtë lajmërim tani, do të humbisni disa miq. Po ua them dhe këtyre nga kjo ana këtej. Nëse doni të shërbeni Perëndis plotësisht, dhe dua që sot i nxis disa njerëz që të lëvizin pak, deri në pikën ku të dinë se s'jam pak të shpëtuar, apo shpëtojnë vetëm të dielën në kish. Por sot mund të thonë, në rregull Perëndi, jam gati, nuk dua që të jemi rem, por dua vullnetin tënd në jetën time.
E dini, i thash Zotit, nëse të duhet ta bësh më lidh në altar dhe bëj çfarëdo që duhet të bësh me mua, por mos më lejo të jem njeri i rem. Unë nuk dua të jem njeri falco që të predikoj një gjë dhe të jetoj ndryshe prej saj. Mendoj se është koha që disa njerëz, jo vetëm në këtë sallë, por edhe ata që na ndjekin nga ekrani, kudo në të gjithë botën, në më shumë se 100 gjuhë, është koha që ata të bëjnë një përkushtim të plot në marrëdhënien me Perëndin dhe të mos kenë më një këmbë në botë dhe tjetrën në mbretëri. Amen. Përse të bëni kompromis për shkak të asaj që dikush do të mendoj për ju? Të mendojnë që të duan, të paktën nëse janë të zënë duke menduar për ju, do të mendojnë për dikë tjetër. Kështu ai e bën shumë të qartë se nuk e ka problem se çfarë mendojnë njerëzit dhe se dëshiron të bëjë atë që Zoti do. Amen. Tani ai flet shumë këtu për veprat e mishit. Dua t'ju lexoj një histori të shkurtër në Bibël që është shembulli më i mirë i veprave të mishit. Unë isha e përfshirë në shumë vepra të mishit dhe veprat e mishit janë puna jonë, përpjekjet tona dhe energjia për të bërë atë që në të vërtetë veç Zoti mund ta bëjë. Veprat e mishit, baraz me acarim. A nuk doni të keni një të tillë në shtëpi? Do t'ishte gjë e mirë. Mirë, unë e kisha një tabel dikur, jo kaq të madhe, por në një letër mbi frigorifer, veprat e mishit baraz me acarim. Sepse unë thjesht isha e acaruar gjithmonë, nga që merresha me veprat e mishit, po përpiqesha të ndryshoja fëmijët, Devin, të ndryshoja veten time, të ndryshoja fqinjët, përpiqesha vazhdimisht. Por s'po bëja asgjë në lidhje me besimin. Tek Zanafilla 16, historia e Saraj dhe Abramit, ndoshta ju të gjithë e dini këtë histori, por ja vlen ta dëgjoni prap. Perëndia i kishte premtuar Abramit dhe Sarajt një fëmijë, por sidoqoftë kishte një problem. Ai ishte 100 vjeç dhe ajo 90. Dhe ta themi troç. Ajo e kishte kaluar ndryshimin e jetës. Dhe gjërat nuk po shkonin as pak mirë as për Abramin. Tani forca, e thash sa më ëmbël që munda. Dhe Zoti u kishte premtuar një fëmijë, por për këtë duhej një mrekulli. A ju ka premtuar Zoti diçka për të cilën duhet një mrekulli? Në rregull. Mirë, edhe mua. Dhe kështu ata pritën 10 vite, duke besuar se do të kishin fëmijën e tyre. 10 vite dhe ajo ende s'kishte fëmijë. Sa nga ju kanë pritur të paktën 10 vite, apo më gjatë, për një mrekulli? Amen. A do të doni që Perëndia t'ju thoshte kur? Oh, por jo, ai s'do t'ju thot. Ai do t'ju tendos aq sa ju mund të tendoseni. Por lavdi Zotit ai s'na jep më shumë nga sa mund të mbajmë. Mund të mos jetë herët, po s'është kur vonë. Zanafilla 16, 1-6, por Saraj, gruaja e Abramit, si kishte dhënë fëmijë, ajo kishte një shërbyese egjiptase që quhej Agar. Kështu Saraj tha Abramit: "Ja, Zoti më ka ndaluar mua të kem fëmijë. O, futu tek shërbyesja ime, ndofta mund të kem fëmijë prej saj." Dhe Abrami dëgjoi zërin e Sarajt. Tani, Perëndi mendoj se ka shumë e shumë raste kur duhet të dëgjoni gruan, por ky është një nga rastet kur Abrami duhet të thoshte: "Moj zonjë, mos je e çmendur?" Ju do të mendoni se çdo grua do të dinte më shumë se sa t'i jepte burri një gruaje tjetër, e të priste që të funksiononte. Tani të jemi të drejtë, kishte shumë gjëra që ndodhnin në kulturën e tyre atëherë, dhe si ishte e padëgjuar që një grua që s'mund të linte të përpiqej të kishte fëmijë përmes në një shërbyeseje, por prapë se prapë është një ide e marrë, sepse nuk funksionon. Kështu kur Saraj, gruaja e Abramit, mbasi ky i fundit, kishte banuar 10 vjet në vendin e Kananëve, mori shërbyesen e saj Agarin dhe ja dha për grua burrit të saj Abramit, dhe ai u fut tek Agari. E dim ç'do të thotë kjo. Ai u fut tek Agari, duhet t'i dukur bukur ta shije të shkonte në tendën e saj. Dhe ajo mbeti me barë.
Tani ja ku vjen problemi, por kur u bind se kishte mbetur me bar, ajo e shikoi me përbuzje zonjën e saj. Kjo grua kishte qenë një shërbyese, me qëndrim të ëmbël e të nështruar. Tani ajo mendon se është më lart dhe sikur thot, ha, e po, unë jam shtatzën dhe ti nuk je. Kështu e gjendot, Abrami do të më doj mua më shumë. Ajo nuk e tha këtë, por dukej se e mendonte. Kështu çfarë bëri Saraj? O Perëndi, kjo ngjan shumë me mënyrën si jemi ne. Në rregull, kështu tani asaj si pëlqen rezultati i planit të saj mishor, atëherë Saraj i tha Abramit, përgjegjësia për fyerjen që më bë le të bjerë mbi ty. Forca tani. Kam qenë unë që të hodha në krah të shërbyeses sime, por që kur e mori vesh që është me bar, ajo më shikon me përbuzje. Zoti le të jetë gjykatës midis meje dhe teje. Dhe Abrami bëri atë që burrat bëjnë gjithmonë. Ja, shërbyesja jote është në dorën tënde, bëj me të që të duash. Atëherë Saraj e trajtoi në mënyrë të ashpër dhe ajo iku nga prania e saj. Ata bën një plan të marrë, që s'do të funksiononte kurrë, ishin vepra të mishit dhe natyrisht që ata do të ishin si të acaruar. Lexova diçka të bukur disa ditë më parë në një nga librat e Watchman Nee që po e lexoja për herë të dytë. Dhe kjo është ajo që ai thotë. Dua që ta kuptoni këtë. Njeriu duhet të marrë përsipër përgjegjësinë për të gjitha veprimet e tij. Ne duhet të marrim përgjegjësi për veprimet tona e të mos fajsojmë më njerëzit e tjerë për problemet tona. Po, si jeni të sigurt në ju pëlqen kjo? Unë e di këtë, e kuptoj nga zhurma Eduard Trokitjeve se sa jeni dakord me këtë e sa nuk jeni dakord. Thash se nuk duhet të fajsojmë më njerëzit e tjerë për problemet tona. Kështu, thelbi është se ata u bën vërtet me fëmijë, por kaluan edhe një rëmuj tjetër 10 vjeçare. Pastaj më në fund patën fëmijën që Perëndia u premtoi. Kështu, punët e mishit asnjëherë nuk bëjnë gjë tjetër veç se shkaktojnë acarim. Tani, kur Perëndia thiri palin, Bibla thotë se ai nuk u këshillua me njëherë me mishin dhe me gjakun, por ai u zhduk në Arabi për 3 vite me radhë. Ai ishte një burr i zgjuar. Dikur ai kishte persekutuar kishën dhe me shumë gëzim përpiqej ti fuste të krishterët në burg e të vriteshin me gur e t'u bënte çdo gjë të keqe. E urrente krishtërimin. Ai ishte një farise jude i zellshëm. Çështja ishte se pavarësisht sa keq duket, zemra e tij ishte e drejtë. Ai e donte vërtet Perëndin dhe në fakt mendonte se ishte duke bërë gjën e drejtë. Kështu ai thot se Perëndia i dha hir sepse i mungonte njohuria. Po ju them diçka, kur po bëni diçka të gabuar dhe vërtet se dini që është gabim, do të merrni shumë më shumë hir se sa dikush që e di se po bën diçka të gabuar dhe vazhdon ta bëjë atë gjithsesi. Kjo është arsyeja. Dëgjoni çfarë do të them. Sa herë që ju shkoni në kish, sa herë që dëgjoni fjalën e Perëndis, bëhet akoma edhe më e rrezikshme për ju nëse jeni të pabindur qëllimisht, sepse ju po dëgjoni shumë nga e vërteta sot, kështu që nuk mund të thoni, "Oh, unë nuk e dija këtë." Ashtu si izraelitët, 23.000 prej tyre duhet të vdisnin në një ditë, që ata të thoshnin, kemi mëkatuar. Po them, në ç'lloj rëmuje duhet të futemi ne, para se të themi, ups, duhet ta kisha bërë, sipas mënyrës së Perëndis. Galatasve kapitulli 2. Po e lexoj. Pas 14 vjetësh unë gjita përsëri në Jeruzalem me Barnabën dhe mora me vete edhe Titin. Pra, dëgjoni, Pali bëri atë takim rregullibërës me Perëndin në rrugën për në Damask. Jezusi i tha atij,
Pse vjen kundër meje? Dhe më përndjek, përse po lufton kundër meje? Dhe pali ishte burri i zgjuar. Çfarë do ti që unë të bëj, Zot? Kjo është gjithçka që Perëndia do të dëgjoj nga ju. Kur ai përballet me ju për diçka, Perëndi, më fal nëse s'po e bëj sipas mënyrës tënde. Çfarë do që unë të bëj? Për sa kohë jeni të gatshëm të ndryshoni, Perëndia do të punoj me ju. A më dëgjuat? Për sa kohë jeni të gatshëm të ndryshoni, Perëndia do të punoj me ju. Pavarësisht se sa shumë gabime bëni, pavarësisht se sa herë dështoni, pavarësisht se sa herë ju bini në një pus. Nëse zemra juaj e kënaq Perëndin, ai kurrë do të heqë dorë prej jush nëse ju sishni dorë prej tij. Kështu, pas 3 vitesh, ai shkoi dhe ju prezantua Pjetrit për 15 ditë. Pastaj ai u zhduk përsëri për 14 vite. Tani, nuk është se ai nuk po bënte asgjë, por Bibla nuk na tregon shumë për gjërat që ai po bënte. Kështu duket shumë qartë që atij nuk i duhet miratimi njerëzve. Faktikisht, ai nuk donte në të vërtetë që të ndikohej nga opinionet e të tjerëve në lidhje me atë që ai duhet të bënte, kështu që ai u takua vetëm me Perëndin që të mund të ishte më i qartë e të ngrinte një themel të fortë për atë që Zoti donte që ai të bënte. Dhe më kujtohet kur Perëndia më thiri mua për të bërë atë që bëja. U përpoqja shumë me çdo mënyrë që munda të afrohesha me njerëz të tjerë, të cilët predikonin dhe kishin shërbesa të mëdha, unë kisha një vizion të madh. Unë lija takime me njerëzit dhe ata i anullonin. Doja që dikush të më thoshte ç'të bëja. Doja që dikush të më thoshte se si ta bëja atë që po bëja. Dhe ndodhi aq shumë herë sa më në fund e kuptova. Perëndia më tha, nuk dua që ata të thonë çfarë duhet të bësh, dua që ti ta dëgjosh prej meje. Perëndia s'do që të jeni një kopje e dikujt tjetër, ai do të jeni vetvetja, origjinal. Amen? Dhe kështu, unë nuk ngjaj as pak me dikë tjetër. Dhe unë po them se unë kam shumë miq në shërbes, por të jem e sinqert, nuk dua të jem aq e fiksuar tek njerëzit sa që të anashkaloj atë që Perëndia më ka thirrur të bëj, duke filluar të ndihem sikur duhet të kem miratimin e tyre për të gjitha gjërat që bëj. Dhe kështu, pali tha, s'kam nevojë për miratimin e tyre. E dini pse? Sepse kur keni dëgjuar me të vërtet nga Perëndia, dhe ju e dini se Perëndia ju ka folur dhe ju ka thënë diçka dhe ju ka thirrur të bëni diçka, nuk keni nevojë që njerëzit ju thonë se është në rregull ta bëni. Amen. Tani nuk po them se s'duhet i dëgjojmë kur njerëzit. Bibla thotë se ka urtësi në shumë këshilltar. Do të bëja kujdes nëse do të mendoja të bëja diçka që kam iden se duhet ta bëj, dhe 25 besimtar të fortë që i respektoj të më thoshnin se po shkoj në drejtimin e gabuar. Ndoshta duhet të tërhiqem për 14 vite e të lutem, por sa nga ju e din se po t'i lejoj njerëzit t'u drejtojnë jetën, nuk do të përfundojnë atje ku Perëndia do të jenë. Sa nga ju e din këtë? Nuk mund ta bëni këtë. Kështu, duhet të rrezikoni të humbisni disa nga miqësitë tuaja apo disa nga ata njerëz në jetën tuaj. Dhe nuk duhet ta keni problem nëse ndodh, sepse kur vjen puna tek ajo që ju nevojitet, është Perëndia dhe jo njerëzit e tjerë. Forca, forca. Pak a shumë mund t'ju them se kur ju merrni vendimin e drejtë për Perëndin, djalli do të shkojë të gjejë dikë që ai se pëlqen. Pali tha, dhe unë gjita si pas një zbulese dhe ushtjellova atyre ungjillin. Vargu 2, Galatasve 2. Ushtjellova atyre ungjillin që unë po predikoj ndër jo hebrejt, por në mënyrë të veçantë atyre që kishin më shumë emër që të mos zbridhja ose vrapoja më kot. Vargu 6 më pëlqen, por nga ana e atyre që gëzonin një farë kredie. S'ka rëndësi se kush ishin, Perëndia nuk shikon dukjen e njeriut. Pra ata që gëzonin kredin më të madhe nuk shtuan gjë tek unë. Me fjalë të tjera, ç'po thot ai? Nuk më bën përshtypje pozita juaj. S'më bën përshtypje titulli që keni. A mund t'ju them diçka? Fakti që ju bëheni bashkëpunëtor dhe arrini të njihni 10 nga njerëzit më të rëndësishëm të kishës suaj,
ata që i quani grupi, mund t'ju them se nuk ju shton juve as pak vlerë, e vetmja vlerë që kemi është kur jemi në Krishtin. E dini, ndonjëherë Perëndia do të na drejtojë në dhe përmes vendeve jo të rehatshme në jetën tonë. Por kjo është gjë e mirë. E dini pse është mirë? Sepse disa nga periudhat më të mira të rritjes son frymërore vijnë nga ato vende. Më pëlqen të them se kur kemi dhimbje dhe vazhdojmë të bëjmë të drejtën, po rritemi. Kur nuk na dhem, po shijojmë rritjen që tashmë kemi arritur.